Një vajzë e verbër kërkoi të takonte qenushin më të rrezikshëm të qendrës policore, por ajo që bëri qeni i pensionuar më pas i la të gjithë pa fjalë. Ana, ai është i rrezikshëm, përshpëritën vullnetarët duke tundur kokën me frikë. Ai ka nevojë vetëm për dikë që nuk ka frikë prej tij, tha ajo me qetësi. Kështu filloi historia e saj me Thorin, qenin më të frikshëm në gjithë qendrën e shpëtimit. Ai ishte një legjendë e vjetër e patrullës K9, një luftëtar që dikur kishte shpëtuar jetë, zbuluar armë, ndjekur kriminal në errësirë dhe kishte bërë atë që shumica e njerëzve nuk do të guxonin ta bënin kurrë. Por tani, ai ishte një hije e vetvetes. Dosja e tij mbante me të kuqe, i papërshtatshëm për shërbim. Mos ju afroni. Diçka brenda tij ishte thyer, jo thjesht trupi, por shpirti. Pas incidentit me trajnerin e tij të fundit, askush nuk guxonte të hynte në kafazin e Thorit. Ai ulej gjithmonë në të njëjtin cep, me shpinën kthyer, me syt pa shkëlqim, sikur bota nuk kishte më asnjë arsye për të cilën ia vlente të ngrihej. Çdo mëngjes, ai nxirrte një rënkim të ulët, një zë të thellë që nuk kërcënonte më, por lutej. Ishte zëri i një krijese të lodhur nga jeta, që nuk kërkonte më asnjë mundësi. Vullnetarët e shmangnin. Është i humbur, thoshin ata. Askush nuk mund ta rregullojë më. Deri në atë pasdite. Ana hyri në qendër duke mbajtur shkopin e saj të bardhë. Tingulli i tij në dy sheme ishte i butë, pothuaj muzikor, një ritëm që i la të gjithë në heshtje. Ajo nuk ishte aty për Thorin. Në fakt, në fillim as nuk e dinte që ai ekzistonte. Nëna e kishte sjell për të takuar qendë e terapisë, ata të qetët, të butët, që ecnin me kujdes dhe lëviznin vetëm kur ju kërkoi, qendë që të gjithë i adhuronin. Por fati kishte plane të tjera. Ndërsa kalonin korridorin, Ana ndjeu një dridhje të lehtë në ajër, një lloj shqetësimi që nuk dinte ta shpjegonte. Një aromë e ndryshme. Një frymëmarrje e rëndë. Një heshtje që dukej ndryshe nga të tjerat. Ajo ndali hapa. Mami, kush është këtu? Pyeti ajo duke kthyer kokën ngadalë drejt kafazit të fundit. Jo, Ana, jo ai. Ai nuk është për ty, tha nëna menjëherë. Por vajza buzëqeshi. Diçka brenda saj e tërhoqi, sikur shpirti i qenit të brengosur e kishte thirrur pa zë. Ajo afrua, pa e ditur që çdo vullnetar po përpiqej ta ndalonte me sy, të ngrirë nga frika. Thori ngriti kokën. Ishte hera e parë, hera e parë, që ai lëvizi me vullnet që prej javësh. Vështrimi i tij, i errët dhe i rënd, u hap para një bote që ai mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Por vajza nuk mund ta shihte këtë. Ajo vetëm mund ta ndjente. Përshëndetje, tha ajo butë, duke buzëqeshur sikur po i fliste një miku të vjetër. Qendra shpërtheu, Ana, jo. Largohu. Mos i afro dorën. Por Ana vetëm ngriti shkopin lehtë, u ul dhe u mbështet në shportën e kafazit. Ti nuk je i rrezikshëm për mua, përshpëriti ajo. Thori mori frym thellë. Asnjë njeri nuk i kishte folur ashtu prej kohësh. Ishte sikur zëri i saj thyente akullin e trash që ja kishte ngrirë zemrën. Ajo afroi dorën në ajër, pa e ditur sa afër ishte bistakëve të tij të ashpër. Le të shoh kush je, tha ajo me butësi të pabesueshme. Në atë çast, të gjithë mbajtën frymën. Thori u ngrit ngadalë. Për herë të parë, ai nuk u tërhoq dhe nuk rënkoi. Ai thjesht ju afrua. Hapi i tij ishte i kujdesshëm, pothuaj i turpshëm. Ai e nuati dorën e vajzës, ashtu si bënte dikur me civilët që shpëtonte në stërvitje. Një prekje. Një frymëmarrje e ngrohtë. Një dridhje pothuaj e padukshme. Dhe pastaj ndodhi ajo që askush nuk e priste. Thori uli kokën në dorën e saj si një filis i thyer që më në fund gjeti tokën e duhur për të rritur sërish. Ana buzëqeshi e qetë. Ja ku je, tha ajo. E dija që më dëgjoje. Në atë moment, qendra e shpëtimit kuptoi se e vetmja e rrezikshme aty nuk ishte Ana. Ishte mënyra e saj e çuditshme dhe e bukur për të parë botën, pa sy, por me zemër. Dhe për Thorin, kjo ishte hera e parë që ndjeu se nuk ishte vetëm një qen i braktisur. Ai ishte parë. Ai ishte dëgjuar. Ai ishte pranuar. Dhe kjo ndryshoi gjithçka. Ndërsa qentë e tjerë tunin bishtin dhe lëpinin dorën e Anës, koka e saj u kthye drejt një rënkimi të ulët e të vazhdueshëm që vinte nga fundi i korridorit. Një zë i thellë, i dridhshëm, që për të tjerët ishte paralajmërim, por për Anën ishte thirrje.
Po ai atje, pyeti ajo me qetësi, duke drejtuar shkopin në atë drejtim. E ëma ngriti vetullat me shqetësim. Bi, kjo nuk është një ide e mirë. Ana buzëqeshi lehtë. Vetëm dua të flas me të. Fjalë që askush nuk i kishte thënë ndonjëherë në atë qendër. Të flas me të. Jo të trajnoj, jo të ndreq, jo të kontrolloj. Por të flas. Stafi i shpëtimit u ngurtësua. Sytë e tyre u kryqëzuan duke përshpëritur në heshtje njëri me tjetrin. Askush nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë dik t'i afrohej Thorit me kaq thjeshtësi. Ai ishte i njohur si i rrezikshëm, i paparashikueshëm, me një dosje plot shenja paralajmëruese. Por Ana nuk mund t'i shihte ato. Ajo ndjente vetëm praninë. Karrigia e saj me rrota u shty ngadalë përgjatë korridorit. Sa më afër që shkonin, aq më shumë ngrinte tensioni në ajër. Dyshemeja dukej sikur po rëndonte nën rrotat e saj, dhe çdo hap i stafit ishte i matur, i ngurtë, sikur ecnin drejt një gjëje të shenjtë ose të rrezikshme. Në momentin që ata ndaluan, dëgjuan një rënkim tjetër, më i fortë këtë herë. Thor u shtriq nga cepi i kafazit, muskujt i u tendosën, qafa i u ngrit pak, dhe syt i u ngulën në drejtim të zërit të vajzës. Të gjithë ngrin. Ana ishte vetëm pak centimetra larg shufrave metalike të kafazit. Përshëndetje, Thor, tha ajo me një ton aq të butë, saqë dukej sikur fjalët i zbrisnin mbi tokë si petale. Si je? Ti dukesh i zemëruar, por unë mendoj se thellë, është vetëm frikë. Kur, asnjëherë më parë, dikush nuk i ishte drejtuar atij me kaq mirësi. Zakonisht dëgjonte, mos ju afro. Qëndro mbrapa. E ka humbur kontrollin. Por tani, për herë të parë, një zë i butë e thërriste me emër. Rosnada e Thorit u dobësua. U kthye në një gërhitje të ulët, pastaj në një dridhje të butë. Veshët filluan t'i dridheshin lehtë, sikur brenda t'i lëvizte një emocion që ai nuk e njihte më. Ana qeshi ngadalë, një e qeshur që nuk kërkonte përgjigje, por që ofronte pranësi. Ti nuk e di, por unë nuk mund të shoh, i rrëfeu ajo. Të gjithë thonë që dukesh i frikshëm. Por unë nuk e besoj. Stafi u shtang. Një vajzë e verbër po i thoshte qenit më të rrezikshëm që kishte parë qendra që nuk i besonte pamjes së tij të frikshme. Unë të dëgjoj, vazhdoi ajo me një ton të qetë, dhe ajo që dëgjoj nuk është zemërim. Është dhimbje. Thori nuk lëvizi për një kohë të gjatë. Frymëmarrja e tij e thellë jehonte në kafazin metalik, duke tingëlluar si hapi i fundit i një ushtari të lodhur. Ai kishte parë shumë, kishte humbur shumë, dhe askush nuk pranonte të besonte se brenda tij kishte mbetur diçka e mirë. Por vajza që nuk mund ta shihte, e kishte parë më shumë se gjithë të tjerët. Ana zgjati dorën ngadalë, duke prekur ajrin para saj, pa ditur se sa afër ishin dhëmbët e tij të fuqishëm. Ajo nuk e mori parasysh rrezikun, sepse nuk e ndjente si rrezik. Ajo ndjente vetëm një shpirt të lodhur. Unë jam këtu, përshpëriti. Nuk kam frikë. Në atë çast, Thori uli kokën, jo për të sulmuar, por për të nuhatur. Ishte si një frymë e ngrohtë që preku dorën e saj. Ai hezitoi, lëvizi vetëm pak, sa për ta kuptuar se vajza nuk do të hiqte dorë. Ajo priste, e qetë, e sigurt. Dhe pastaj ndodhi ajo që askush nuk e besonte të ishte e mundur. Thori shtyu hundën drejt dorës së saj. Jo me dhunë, por me një ndjesi të brishtë, si dikush që kërkon të kujtoj si është të besosh përsëri. Rënkimi i tij u zhduk plotësisht dhe një ofsham e thellë doli nga kraharori i tij, sikur lëshonte muaj të tërë tensioni, frike dhe vetmie. Ana vendosi dorën mbi shufrat e kafazit, afër hundës së tij. Shiko, nuk ka asgjë për t'u frikësuar, tha ajo, edhe pse ishte ajo që, sipas të gjithëve, duhej të kishte më shumë frikë. Por ajo nuk kishte. Sepse Ana nuk shihte botën si të tjerët. Ajo e dëgjonte. E ndjente. E kuptonte. Dhe Thor, për herë të parë prej kohësh, lejoi dik t'i afrohej. Në atë qendër të heshtur, të gjithë e kuptuan se ndoshta problemi nuk kishte qenë kur ai. Ndoshta gjithçka që i duhej ishte dikush që nuk e shihte si një rrezik. Dikush që nuk mund ta shihte fare, por që e shihte më mirë se kushdo tjetër. Pastaj, ngadalë, shumë ngadalë, ai uli kokën. Lëvizja e Thorit ishte e kujdesshme, pothuaj e pasigurt, sikur çdo muskull i trupit të tij po luftonte mes frikës dhe dëshirës për t'u afruar. Nëna e Anës përshpëriti menjëherë, Ana ndoshta mjafton për sot. Por Ana tunte kokën me qetësi, pa u trembur asnjë grim nga dridhja e ajrit përreth.
Ajo zgjati dorën me vendosmëri, edhe pse gishtat I dridheshin pak. Është në rregull, Thor, I tha ajo ngadalë, me një butësi që dukej se depërtonte përmes hekurit të ftohtë të kafazit. Dhe pastaj ndodhi ajo që askush në qendër nuk do ta harronte kurrë. Thor I shtyu hundën ngadalë përpara dhe pa paralajmërim vendosi kokën e tij të rëndë, të ngrohtë e të lodhur mbi pëllëmbën e vajzës së verbër. Heshtja ra mbi dhomë si një batanie e butë. Asnjë rënkim, asnjë pëshpëritje. Vetëm frymëmarrja e thellë e dy krijesave që, në mënyrën e tyre, kishin vuajtur aq shumë. Një nga vullnetaret ngriti dorën në gojë për të mos lëshuar një zë të mbytur dhe sytë I mbushën me lodh. Të tjerët qëndruan të ngurtë, të pafjalë. Drejtoresha e Strejes pëshpëriti, si dikush që sapo kishte parë një mrekulli, ai nuk ka lejuar kur njeri ta prejë. Ana qeshi butë, por edhe ajo kishte lot në sy. Ti nuk je një qen I keq, tha ajo me zë që dridhej. Ti thjesht ke mall për partnerin tënd, apo jo? Fjalët e saj, të thjeshta, por të mbushura me dëmshuri, ranë në zemrën e Thorit si shi I ngrohtë mbi shkretëtirën e tij të brendshme. Ai lëshoi një rënkim të thellë, të zgjatur jo rrezik, jo zemërim, por trishtim. Një trishtim që ai e kishte mbajtur brenda për muaj të tërë. Ai u mbështet më shumë tek ajo, gjithë trupi I tij I madh u drodh lehtë, sikur po lëshonte dhimbjen e grumbulluar për vite me radhë. Kishte qenë një luftëtar, një hero, një punëtor I policisë që kur nuk ishte lejuar të tregonte dobësi. Por përballë një vajze që nuk e shihte, nuk e gjykonte dhe nuk e kishte frikë, ai më në fund u lehtësua. Që nga ai moment diçka ndryshoi përgjithmonë. Që të nesërmen, Ana u rikthye. Çdo mëngjes, pa përjashtim. Ajo ulej pranë kafazit të tij, mbështeste shkopin pranë këmbëve të saj dhe hapte një libër. Fillonte të lexonte me zë të butë, duke e mbushur ajrin me histori, fjalë, muzikë, dritë që Thori nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Kur nuk kishte asnjë dëshirë të lëvizte, ajo thjesht ulej atje në heshtje me të. Kur ai rënkonte, ajo këndonte. Kur ai harkonte shpinën I shqetësuar, Ana fliste me të si një shoqe e vjetër. Dhe dita ditës, milimetër pas milimetri, shpirti I thyer I Thorit filloi të bashkohej sërish. Ai filloi të ngrihej kur dëgjonte zërin e saj. Filloi të tunte pak bishtin, me turp, sikur po provonte një emocion të harruar. Filloi të afrohej vetë në shufrat e kafazit, duke kërkuar aromën e saj, duart e saj, praninë e saj. Shpesh, ndërsa Ana lexonte, Thori shtrihej afër shufrave, me trupin e tij të madh ngjitur me metalin e ftohtë, vetëm që të ndihej më pranë saj. Kur ajo ndalonte, ai e shtynte hundën lehtë, sikur po thoshte, vazhdo mos u largo. Në 3 javë, ndryshimi ishte I pabesueshëm. Vullnetarët që dikur dridheshin nga frika tani e shikonin me sy të lagur. Drejtoresha e Strejes fotografoi momentin kur ai për herë të parë u ul me barkun në tokë në një pozicion nënshtrimi, diçka që nuk e kishte bërë që prej ditëve të tij të trajnimit në polici. Thori, qeni I lodhur, I braktisur dhe I keqkuptuar, po mësonte sërish të besonte. Dhe ishte merit e një vajze që nuk e shite fytyrën e tij, por shpirti I saj e shite më thellë se kushdo tjetër. Në qendër të shpëtimit, njerëzit filluan të pëshpërisnin njëri tjetrit. Thori nuk po shërohet vetëm ai por I lin. Dhe çdo ditë, ndërsa Ana mbyllte librin e saj dhe përgatitej të largohej, ai e ndiqte aromën e saj me sy të lagur, duke bërë atë rënkim të butë që tani nuk ishte më frikë por lidhje. Një lidhje që askush nuk do ta kishte imagjinuar ndonjëherë. Disa javë më vonë, kur dera e kafazit u hap, diçka e pabesueshme ndodhi. Për herë të parë që prej shumë muajsh, Thori nuk rënkoi, nuk ngriti qafën me frikë, nuk shfaqi asnjë shenjë kërcënuese. Ai u ngrit ngadalë, sikur e dinte saktësisht se kush po e priste, dhe me hapa të qetë, shkoi drejt Anës. Pa asnjë hezitim, ai u ul në anën e karriges së saj me rrota, sikur ai vend t'i përkiste gjithmonë. Bishtin e tunte. Për herë të parë në shumë kohë. Nëna e Anës ngriti dorën te goja, e tronditur. Stafi I qendrës u ngurtësua, sytë e tyre të hapur sikur sapo kishin parë një mrekulli të vërtetë. Askush nuk mund ta besonte atë që po shihte, një vajzë e verbër dhe një qen polici thyer, dikur I frikshëm, tani po qëndronin pranë njëri tjetrit si dy shpirtra që, kundër të gjitha gjasave, kishin gjetur strehen që u mungonte. Ata I pan të dy të dilnin nga dera e Strejes së shpëtimit. E vogla, Ana, duke mbajtur shkopin e saj të bardhë, dhe Thori, qeni që dikur tremte të gjithë, tani duke ecur në ritmin e saj, duke e ndjekur çdo lëvizje, duke e parë me sy vigjilent. Ishin si dy figura që kishin lindur për t'u takuar. Njerëzit nisën të pëshpërisnin. Shiko si ecin bashk, sikur janë një familje.
si dy shpirtra të humbur që më në fund gjetën njëri tjetrin. Dhe ishte e vërtetë. Që nga ai ditë, Thori nuk u largua më kur nga Ana. Ai nuk ishte më një qen polic i pensionuar, as një krijes e thyrë e mbushur me frikë. Tani ai ishte më shumë se kaq, ishte qeni udhërrëfyes i Anës, sytë e saj në një botë që ajo nuk mund ta shihte, por që ai e njihte mirë. Kur Ana dilte për të kaluar rrugën, ai vendoste trupin e tij përpara saj, i fortë si një murmbrojtës. Vështrimi i tij kontrollonte gjithçka, makinat, kalimtarët, hapësirat. Ana mbante dorën e tij dhe në atë prekje të vogël kishte një besim të pafund. Kur ajo pengoi, ai i dilte përpara menjëherë duke i shtyr këmbët e tij në dorën e saj, që ajo të gjente ekuilibrin. Ishte sikur ai e dëgjonte botën për të dy, sikur secila frymëmarrje e tij ishte një premtim që thoshte, unë jam këtu. Tani dhe gjithmonë. Në shtëpi, ai nuk e linte as për një çast. Kur ajo ecte nga dhoma në dhomë, ai ecte pas saj, i qetë, i vëmendshëm, me një lloj dashurie që nuk kishte nevojë për fjalë. Ai kishte qenë një luftëtar në rrugë, por tani ishte një luftëtar i zemrës së saj, dhe ata të dy ishin bërë të pandashëm. Çdo natë, para se Ana të flinte, ajo përkulej drejt tij, e gërshëronte gishtin me sqimeve të tij të ashpra por të ngrohta, dhe i përshpëriste, ti sheh për mua dhe unë do të besoj për të dy. Sepse, nganjëherë, nuk duhet të shohësh për të parë zemrën e dikujt. Mjafton dashuria. Thori e mbështeste kokën mbi shtratin e saj, duke lëshuar një rënkim të ulët, të qetë, si përgjigje, një rënkim që thoshte, ti më shpëtove. Siç të shpëtova edhe unë. Ana buzëqeshte në errësirën e saj të përditshme, duke ditur se nuk ishte më vetëm. Ajo kishte humbur syt, por kishte fituar diçka që shumë njerëz me shikim nuk arrin ta gjejnë kurrë, një shpirt besnik që i qëndron pranë pa kushte. E kështu, vajza që nuk shihte dritën e botës dhe qeni që mendonte se kishte humbur gjithçka u bën dritë për njëri tjetrin. Dhe për ne që dëgjojmë këtë histori, mbetet një mësim i qartë, dashuria nuk ka nevojë për sy. Besimi nuk kërkon perfeksion. Dhe një shans i dytë mund të ndryshojë jetën e dikujt përgjithmonë. Nëse kjo histori të preku, mos harro të pëlqesh, të komentosh dhe të abonohesh për më shumë tregime që na kujtojnë se mrekullit ndodhin kur ne japim një shans, edhe kur askush tjetër nuk jep.